Камерат e sistemit Safe City u vendosën vetëm në 3 qytete, Shkup, Tetov dhe Kumanov. Çfarë thonë qytetarët e qyteteve tjera? Disa qytetarë të Kërqovës që anketuam thonë se edhe në qytetin e tyre duhet të instalohen për çështje sigurie në komunikacion. Треба, значи. Safe City го оправдувам и уште поригорозни казни да има, затоа што вакви лудори нема на планетава. Возење на црвен семафор, поминување, непочитување на пешачки и ред други. Дозволено 60-50 км на час, се вози 150. Ќе има повеќе сигурност, мислите? Сигурно. Секаде се вози диво. Претежно по овие помаливе места. Истото потполно се сложува со колега. Фала ви многу. Izet Megjitin nga Vlen tha se vendosja e kamerave vetëm në 3 qytete nuk është diskriminuese, por në këto qytete numri i aksidenteve është më i lartë. Ai premtoi zbatimin e këtij sistemi në gjithë shtetin. E dyta, nuk mund të thotë që ka komponente etnike, sepse nëse e marrin vetëm Shkupin dhe Kumanovën është gjysma e Maqenisë. Shkupi ka 600.000 banor, Kumanova është qyteti vetëm që ka mbi 100.000 banor, edhe bashkë me Tetovën, pra është edhe frekvenca ku është më e madhe dhe aksidentet kanë qenë më të mëdha dhe prandaj domethënë fillohet këtu. Po ideja është që kjo të shtrihet në tërë territorin e Republikës së Maqenisë Veriut. Zbatimi i gjobave nga Safe City fillon më 1 shkurt, ditën e diel dhe fillimisht do të sanksionohen vetëm 4 kundërvajtje: parkimi pa rregull, tejkalimi i shpejtësisë, kalimi në të kuqe dhe drejtimi i automjetit me regjistrim të skaduar.